mund të shkoj. Nuk mundet me ndalu ka shku, Memri ka shku edhe në takimin kur e ka thirr për çështjen e shkumjes në zgjedhje të jashtëzakonshme natë. Mirë po, unë mendoj që këto parti kanë qëndrimet e qarta, domethënë janë në qëndrimet e qarta. LDK-ja thotë nuk votoj asnjë kandidat Juvin, po DK-ja lidhet me emrin e Albulenës që e ka... DK-ja ka thënë propozoni dikë tjetër. Propozoni dikë tjetër, por nuk e votojmë Albulenën, që unë mendoj që DK-ja ka shumë të drejtë që nuk e voton emrin e Albulenës. Për shumë arsye që Albulena është sjell në të kaluarën me Partinë Demokratike, me liderët e Partisë Demokratike dhe me mënyrën se u sjell me liderët që janë në Hagë. Ne e dimë që Albulena Agjiu, tu qenë ministre e drejtësisë, e ka bërë një udhëzim administrativ, i cili udhëzim administrativ javë ka zvorlu fondet e mbrojtjes në Hagë. Domethënë, në asnjë mënyrë PDK-ja nuk besoj që do të mu për asnjë arsye me votu Albulena Agjiun si kryetare e parlamentit.